një tavë tamam verore dhe këndshme. Të dashur ndjekës, sot do bëj tavë vere, pëlqejnë shumë patligjonat, janë lëru, janë të pjekme tamam siç duhet ashti. Është një tavë e mrekullueshme them unë. Në fillim merrem me e pres kështu. 3-4 vene, ndërsa pjesën që e vendos, e lej pa e pre, bazën, e largoj dhe bishtin, edhe mojen, edhe i hap mesin, për t'i nxjerr pak tullin, me mojen e thikës. Po deshe e tërheq kështu si rryp, po deshe e tërheq dhe me luk. Ja, po unë i tërheq kështu. Nuk është se e heq gjithë tullin, se më pëlqej dhe patligjoni, është zhap vetëm, po edhe tull. To tullin një askuqja ka vërdis me qepën. Tash i kam tu 2 lug vaj, do t'i hudh edhe i qik ujë, të ftohtë. Do marr i herë krypën që t'i bëj nga mrena, që të zbuten. Ikën dhe idhësia, po patës ka nevoj me i fut në ujë, se është patligjon i pjekur, mirë nga stina. Edhe kjo është shumë delikat se nxihet me njerë, e ka këtë të keqe. E përzi masën, ujë me vaj, edhe i lyj mrena. Ja. Uji bëhet për arsye që edhe të zbutet, se uji e zbut nuk e than vetëm si puna e ynyrës, po e zbut se zin dhe pak me ujë, krijon një nxjerrje duke u pjek. Ashti këtë pjesën me vaj dhe me ujë, e spërkasim patligjonat. Ashti e fus në furrë, që të bëhet shpejt e shpejt, rreth 20 minuta, po unë e ngrej dhe pak zgarën në lart, që të mos harxoj dhe shumë korrent. Pregatit harxhën, do ta bëj me vaj gjelle. Ktu kam pre 3 kokra qep mesatare, kamioni kam ulu se mos më bëhet ambienti me qepe. I hudh pak kryp, edhe pak piper të zi. Tek zazavatet nuk përdoret shumë piperi i zi, se i prishien. I muloj pak, edhe merrem me prerjen e këtyre zemrave. Ja, kubik. Zemrat mos i hudhni asnjëherë. Hedhim edhe pjesën e patligjonit, zemra, mrena. I hedhe 2 thelpi hurdhë, nuk e pranon shumë hurdhën, se janë të mushme me mish të gri. Do t'i hedh pak sa përshije, se patligjoni e don. E kam të freskët. Do ta lejmë tash ka vërdis edhe mishi. Mirë me qepën edhe me zemrat e patligjonit. Ta ull dhe pak, ta bëjnë në flak mesatare, që të zbutet akoma më shumë qepa. Edhe mishi, të marri aromën e duhur. Kur merr aromë, ai ndryshon dhe ngjyrën, kthehet si ngjyrë kafe. Nuk është më me gjatë.
Ashtë i hudhe edhe këto, 400 gram pelte domate. Do t'i hedhe edhe një lugë, ragu. Kush i ndodhet, kush nuk i ndodhet, mos hedhi fare ose një salcë të zakonshme. Po me që është me mish të gri edhe salca i përshtatet, për ngjyrë edhe për pak aromë speci, do të përdor pak spec tomël. Është i lej të zi, gjysëm e zimen, duhet jetë hargja. Ta përthithi lëngun, po do t'i hedhe edhe pak ujë, që të zi pak mishi. Ta shtemuloj dhe e lej pak të shteroj, që t'jetë gati për mbushjen e patligjanave. Ta provoj pak për kryp. Jo, do dhe pak. Pak piperin e zi, i largoj dhe pikante. I lej të zi pak. Ashtë e fik furnela, hargja ka përfundu, e lej pak 3-4 minuta të ftofet dhe fillojnë mbushjen e patligjanave. Patligjanat janë bë ashtu siç duhet, uji me vojin ka bë punën e vet, tashti kam gati për mbushje. Me këto 2 lugët e ujit të ngrohtë, do hedh edhe pak spec të kuq. Edhe i pik kryp. Do t'i pres dhe pak majdanos, shumë pak. Se s'du t'i më pëlqen me shumë pak. Këta e kam spec djegës, që të mori aq sa duhet, dhe biles pastaj i heq me vrap, sa ato të përvëllojnë. Ashti e kam gati për në furrë. Tavën e hoqa në furra, është bërë shumë e mirë. Do t'a lej të ftofet pak, edhe kemi hazër për drek. Na boft mirë dhe ne.